Tungjatjeta uroj të jeni mirë. Burivastnik dhe mesazhi bërthamor i Putin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cila është bisha bërthamore, raketa Cruise me energji bërthamore e cila është e aftë të fluturojë 14 orë pa ndërprerje dhe të godasë çdo objektiv në të gjithë botën. Cili është mesazhi i Vladimir Putinit për Donald Trump, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Perëndimin në përgjithësi me nxjerrjen e kësaj rakete? Cila do të jenë pasojat e daljes së këtij kërcënimi pikërisht në këtë moment, në momentin kur edhe i deleguari i Putin shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vijuar bisedimet me Donald Trump dhe emisarin e tij Steve Witkoff për të çuar përpara diskutimet dhe dialogun për procesin e paqes në Ukrainë. A do të kemi paqe në Ukrainë? A është ky një mesazh i Putinit për të mbyllur përfundimisht derën e paqes dhe të negociatave në Ukrainë, apo është një mesazh tjetër i koduar të cilin ne duhet ta kuptojmë? Cili është ky mesazh dhe pse vjen pikërisht në këtë moment, në të cilin Trump ka rrethuar Venezuelën dhe është duke u bërë gati për të sulmuar atje? Narkoterrorizmi i Amerikës Latine dhe narkoterrorizmi i Tiranës. A do të dorëzohet, a do të dorëzohet me këmbët e saj, apo do të vonohet Belinda Balluku për të shkuar në SPAK? Ai ka kërcënuar Edi Rama, prokurorin e çështjes Prençi, për të shkuar drejt një anullimi apo pezullimi apo blerjes së kohës për Belinda Ballukun apo jo? Në qoftë se po, përse Edi Rama kërkon të blej kohë? Çfarë është duke pritur ai? Si është duke administruar ai presionin e jashtëzakonshëm që mund të vijë nga rrëzimi i Belinda Ballukut, bashkëpunëtorja e tij më e madhe dhe e besuara e tij tek parat, tek qindra miliona euro e parave të shqiptarëve, tek ministritë më kryesore dhe tek ministritë strategjike që kontrollojnë pjesën më të madhe të buxhetit shqiptar. Si është i tronditur Edi Rama dhe si shprehet tronditja e tij, si është trajektoria, cila është trajektoria e lëvizjes së Belinda Ballukut, e cila ka lënë të kuptohet se nuk do të shkojë në SPAK, dhe Rama gjithashtu është duke krijuar coverin. Ka fjalë nga opozita se është marrë dhe është kërcënuar Edi Rama. Kjo nuk ka asnjë diskutim që kërcënimet vinë, sepse ky është një pushtet i cili mbahet mbi narkotrafikun, mbahet mbi narkoterrorin dhe mbi bashkëpunimin e plotë të qeverisë me krimin organizuar dhe kartelet e drogës. A është Rama i trembur dhe pse është shumë i trembur? Këtë do t'ju shpjegoj në minutat në vijim që shpresoj të jenë të shkurtra. Fillimisht të merremi me mesazhin e Vladimir Putinit në një moment në cilin ai po dërgon emisarin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të diskutuar me deleguarin e Trump, Steve Witkoff, për çështjen për të çuar apo për gjetur në një hapësirë për të avancuar procesin e paqes në Ukrainë. Vjen mesazhi i rrezikshëm i Vladimir Putinit, i cili shkon i veshur ushtarak. Del për herë të parë në kohët e fundit, del i veshur ushtarak, sigurisht për të përcjellë disa mesazhe të koduara që janë qartësisht të lexueshme, por a është vërtetësisht kërcënuese kjo raket, ky përbindësh Burivastnik, e cila punon me energji bërthamore? Është një raketë sigurisht shumë e rrezikshme. Putin e ka cilësuar si raketën më të rrezikshme në botë, të cilën nuk e ka asnjë shtet tjetër në botë, dhe ai ka treguar me këtë pikë së pari pas një diskutim muskujt e tij për perëndimin dhe ka dashur të japë një mesazh të deterencës bërthamore, mesazh i cili duket qartë se me përsëritjen e tij të her pas hershme prej fillimit të luftës e deri tani, duket qartë që është një kërcënim që po e humbet shkëlqimin nga dita në ditë. Pse? Nuk ka asnjë dyshim që Rusia është fuqia më e madhe bërthamore në botë dhe ka fuqi të godasë dhe të shkatërrojë, dhe ka fuqi ta shuaj planetin, dhe ka fuqi të rrafshojë me bomba bërthamore, qoftë në lokalitete të caktuara, me bomba bërthamore taktike, qoftë dhe me bomba bërthamore strategjike që rrafshojnë gjithë botën. Ky nuk është një fakt i ri, ky nuk është një informacion i ri dhe ky nuk është një detaj i ri. Por dihet qartësisht që ashtu siç tha dhe Donald Trump, ne kemi dhe ne thot në ndecet bërthamore, në brigjet e Rusisë, ndaj lërini këto kërcënimet me atom, sepse janë të pavlera.
Kjo do të thotë që nëse ti ke mundësi të godasësh, kemi ne 10 herë mundësi me të godit. Pra do të shuheni edhe ju, nuk ka asnjë diskutim nëse shuhemi ne. Cili është mesazhi i Vladimir Putinit? Putini e ka përsëritur her pas here, sa herë ai ndjen dhimbje të forta, apo ndjen tërheqje, apo ndjen nevojë për të kërcënuar, apo për të marrë pjesën e tij, ai ka nxjerr thojt e tij bërthamor. E ka deklaruar këtë menjëherë edhe pas aneksimit të 4 rajoneve në Ukrainën lindore, kur ka thënë atëherë ne tashmë jemi gati të sulmojnë me bërthamore taktike në rast se kërcënohen këto 4 rajone, pasi i shpalli ato toka ruse, pasi i shpalli rajone ruse, që do të thotë çdo lloj goditje e Ukrainës apo e perëndimit në zemër të këtyre rajoneve do të konsiderohen goditje në zemër të Rusisë, që do të thotë goditje bërthamore, që do të thotë kërcënim bërthamor, që do të thotë kundër përgjigje bërthamore. Mesazhi i qartë i Putinit është krijimi i deterencës dhe mbajtja e derës së negociatave hapur me Donald Trumpin dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por tashmë në pozita force, jo në pozita dobësie. Ky tregim muskujsh erdhi menjëherë pas fazës apo pas valës që lidhej me kërcënimin e Tomahawkëve, pra pasi Tomahawkët janë raketa shumë të rrezikshme balistike. Ndryshimi i Burevestnik nga raketat balistike është se kjo është raketë me energji bërthamore që fluturon shumë poshtë në pranë tokës. Pra mund të fluturojë 50-100 metra sipër nivelit tokës, diçka pra që është e pakapshme nga radarët, është e pakapshme nga të gjithë këto sistemet e mbrojtjes, dhe kjo e bën atë të rrezikshme. Një lloj si Tomahawkët, ajo është e aftë të mbajë mbushje, të ketë kokë bërthamore, taktike apo strategjike, mund të lëviz dhe është bërë prova pra me 21 tetor, sipas njoftimit të Putinit, mund të lëviz, mund të fluturojë deri në 14.000 kilometra, do të thotë mund të bi botës rrotull dhe nuk ka problem të godas në çdo pikë të botës, në çdo cep të planetit. Aq më tepër që ekspertët e armatimeve apo të këtyre raketave thonë se raketa mund të fluturojë pra jo vetëm 14.000 kilometra, mund të fluturojë edhe me ditë, edhe ndoshta edhe me më shumë se aq, edhe për më shumë se aq, me një shpejtësi mbi 1.000 kilometra, me shpejtësi që kalon për masat e të logjikshmes, që do të thotë pa diskutim është një raketë shkatërruese shumë e rrezikshme, e cila fluturon shumë pranë tokës, është e pakapshme nga radarët dhe ka brenda saj një mini central bërthamor i cili punon me energji bërthamor, që do të thotë mund të lëviz sado që të jetë e programuar për të lëvizur, pa ndaluar fare dhe pa lëvizur. Por qëllimi i raketës sipas ekspertëve është që ajo të jetë deterencë, pra mesazhi i saj është deterenca për Amerikën dhe nevoja e Putinit për të treguar muskujt përpara se të flasë për momentin përfundimtar të Ukrainës, dhe nga ana tjetër deterencë kundërpërgjigjëse konsiderohet raketa për cilën flet Putini, që do të thotë ajo është një raketë e cila në momentin që do të ndjehet rreziku, do të niset në fluturim, do të qëndrojë në fluturim, dhe në momentin më të parë në të cilin ata e konsiderojnë, Rusia e konsideron se u godit strategjikisht thellësia e territorit rus, apo qoftë edhe rajonet e aneksuara prej tij, ai mundet ta konsiderojë sulm ndaj me rrezik ekzistencial për Rusin, mund ta konsiderojë sulm bërthamor dhe përrjedhoj mund të përgjigjet me raketën që ka nxjerr tashmë Putini, pra, e cila lëviz 14.000 kilometra pa u ndalur, dhe në formë kundërpërgjigje ajo mund të bëjë goditje bërthamore taktike, në qoftë se vendoset për taktike,
dhe strategjike pastaj, në qoftë se vendoset për strategjike, zote na ruaj gjithë, sepse aty nuk shpëton më askush. Nuk shpëton më askush sepse ju e dini, nuk do të hym në detajet e tilla. Vetëm Hiroshima, Nagasaki u bë qameti sot me raketat e sotme, një raketë vetme e shuan kontinente dhe nuk ka më vend për diskutime. Pa diskutim që Putin e ka të qartë që këto histori nëse ndodhin shuhen të gjithë, nuk ka sens logjik dhe kjo e bën pak të zbehtë kërcënimin e Putinit. Sigurisht ai është duke forcuar kartat e tij dhe duke shkuar drejt një retorike e cila tregon se unë jam gati për të bërë bisedime, por nuk jam gati që të humbas lojën apo të humbas negociatat, apo të humbas atë që kam marrë në teren. Ai e ka marrë dhe thot, nuk flas më për 4 rajonet, janë të mijat, pastaj hajde të diskutojmë, të ulemi në tavolinë. Zelenski pret çfarë do t'i përgjigjet Amerika, çfarë do t'i thotë Europa. Europa nuk ka fuqi ta mbështes, Amerika është e hapur në të gjitha frontet, a do të shkojmë në një rrezik bërthamor taktik apo jo? Ky është momenti më i rrezikshëm që po kalon bota. Ndërkohë, nga ana tjetër, Donald Trump është duke u marrë me Venezuelën, do t'ju vi tani pas pak se si lidhet Venezuela me Rusinë dhe me Ballkanin, me Shqipërinë dhe me zhvillimet këtu brenda vendit tonë. Mesazhi pra është shumë i qartë që ne, thot Putini, jemi gati për t'i vënë flakën planetit në qoftë se ne do të humbasim lojën. Por të tregosh njëkohësisht që ke fuqi të godasesh brenda Amerikës në çdo moment apo në çdo pjesë tjetër të kontinentit, një kërcënim tjetër që vjen në të njëjtin minutë, në të njëjtën kohë me Putinin vjen dhe nga Kim Jong-uni i Koresë Veriut, i cili tha ka ardhur koha ta shohim Amerikën fare. Nga dheu ka ardhur koha ta godasim, ka ardhur koha. Kjo rritje e intensitetit të kërcënimeve nëpërmjet shtypjes së butonit kuq është tepër e rrezikshme. Pse? 1, sepse të gjitha palët po bllofojnë deri në fund, të gjitha palët nuk e dinë se ç'fsheh pala tjetër, dhe të gjitha palët janë duke shkuar deri në limitin e fundit të bllofimit. Por momenti i fundit i bllofimit, në momente të caktuara, mund të dalë jashtë kontrollit në rast se larg qoftë provokohet ndonjë incident i dalë jashtë kontrollit, pavarësisht se shërbimet sekrete amerikane dhe ato ruse dhe ministritë e jashtme dhe CIA, KGB-ja ruse janë gjithmonë me kanale të hapura, janë gjithmonë me kanale komunikimi në çdo minutë, në çdo sekond, sepse janë 2 fuqitë bërthamore më të mëdha në botë, çdo lloj keq kuptimi, çdo lloj ikën fluturon planetin në ajër dhe nuk ka më kohë me bë emisione, pastaj në YouTube t'ia fute kot ti kishe drejt, ti s'kishe drejt. Rafsh. Çështja është se rrezikun e din të gjithë, frikën e njohin të gjithë. Problemi dhe rreziku i madh nuk është në vetvete tek posedimi apo tek kërcënimi. Kërcënimit e Putinit kanë 4 vjet tashmë që un kam bërë bomba bërthamore dhe do t'i hedh. Po nuk fitova unë, thot, le t'i vihet flaka gjithë botës. Këtë e din gjithë, por nuk shpëton as ti. Sepse e di se çfarë ka Amerika, Britania e Madhe, Franca e kanë rrethu Rusin, pra kush do ja vën flakën planetit në çdo moment. Çështja është që ajo që mua më trëm, si studius, si ndjekës i këtyre situatave, si një monitorues i imtësishëm i gjitha këtyre zhvillimeve, është që niveli i lartë i bllofimit apo niveli i lartë i tregimit të muskujve mund na rrezikojë, na çojë në bërthamore taktike, jo strategjike. Strategjike është ajo që na hedh në erë gjithë planetin, kurse taktikja është që të kemi përplasje bërthamore taktike, qoftë në Ukrainë, qoftë në rajonet të tjera të planetit. Pse? Sepse niveli i lartë i bllofimit nga palët dhe mos ulja në tavolinë për të gjetur një vijë të mesme, sepse nuk e lejojnë lobet, nuk e lejojnë industritë e luftës, nuk e lejojnë
ata që janë pas perdes, që as ju, as unë nuk i shihni, ata kush e di ku rinë, ata kush e di ku qëndrojnë, janë njerëzit e interesave të mëdha, janë lobet e mëdha, është lobi i naftës, është lobi i bankave, është lobi i armatimeve, është lobi i raketave, është lobi i energjisë bërthamore, është lobi i tregtisë ndërkombëtare nëpër oqeane, është lobi i anijeve, është lobi i artificial intelligence, është lobi i microchipave, semikonduktorëve. Pra janë gjithë këto lobe të cilat vendosin në thelb që ju nuk i dini kush janë, as unë nuk i di, pavarësisht se imagjinojmë kush janë ata të cilët e vendosin ritmin. Dhe për sa kohë të dyja palët nuk janë gati të tërhiqen, dhe për sa kohë të dyja palët kanë në dorë të shkatërrojnë njëra tjetrën dhe ta shuajnë njerëzimin në çdo sekond, mund të ndodhë që për të eliminuar nivelin apo trukun bllofist të njërës palë apo palës tjetër, njëra nga palët të përdor taktike bërthamore. Taktika bërthamore është 1 kiloton, është 2 kiloton, unë nuk e di sa kiloton mund tjetë, por dim që edhe një taktike bërthamore do të ndiste planetin dhe do të shkaktonte katastrofa të jashtëzakonshme. Jemi në këto kushte të një rreziku të lartë, i cili duket qartë që tregon se Rusia e ka bërë tashmë ofertën e saj. Për Trumpin, i cili ka shkuar në Azi, mesazhi i Putinit me këtë raket që ka nxjerr, me këtë raket cruise me energji bërthamore, 14.000 kilometra fluturim, dhe me energji bërthamore, që mund të mbaj kokë bërthamore dhe që lëviz shumë poshtë, shumë pranë nivelit tokës, është një mesazh i qartë që nuk e kam më fare në diskutim çështjen e Ukrainës. Unë do ta marr Ukrainën dhe mbrëm, po të shkoni tek live-i që kam bërë mbrëm, gati 2 orë, unë kam shpjeguar në detaje të imta se për çfarë luhet realisht lufta për polin e veriut, të dhënat, informacionet, përplasjet amerikanët, kinezët, rusët, ExxonMobil, naftë rusi, rezervat e gazit të naftës, i gjeni tek sipër te kanali im, po të shkoni të shihni videot live i mbrëmshëm, i ka të detajuar të gjitha për gjithë kurështarët që nuk e din dhe nuk i kanë ndjekur gjitha këto histori. Nga ana tjetër, Vladimir Putini pra është në pritje të reagimit të Donald Trumpit. Trumpi ja ktheu përgjigjen dhe i tha që shiko, lëri këto historit me raketa cruise dhe me përplasje bërthamore, sepse ti e di shumë mirë, i tha, që ne kemi në ndecën bërthamore atje ke shtëpia jote dhe mund t'i vëm flakën në çdo moment. Pra, thirrja ishte për t'i zbeh. Mesazhi i Trumpit ishte për t'ia zbeh atë shkëlqimin, kërcënimit të Putinit, që lëri këto histori se shuhemi të gjithë. Nuk është momenti që të kërcënojmë me armë bërthamore. Nga ana tjetër, Rusia nuk është e gatshme që të shkojë në shtëpi pas një lloj fitore, që të shkojë Putini pas 4 vjetësh, edhe të mos marrë as lindjen e Ukrainës, por siç ju thash, nuk është një histori me lindjen e Ukrainës. Lindja e Ukrainës, lindja e mesme, Gaza, Venezuela, nuk janë gjë përveç se maja e icebergut për atë që luhet vërtetësisht. Loja është shumë më e madhe, është për dominancën e botës. Randa kort apo nuk randa kort, duhet të keni parasysh diçka. Përplasja është e pashmangshme. Pse? Është rregull dhe ligj i të madhit Zot. Nuk mund të qeverisin 2 gjela në një kotec. Është ligj ekzistencë. Ligjet e ekzistencës nuk ka kushti, nuk thyen dot. Ose do të gjeni rrugën e përbashkët, do të gjeni paqe 50 vjeçare, 100 vjeçare, ulen tavolinë Amerika me kinezët, me rusët dhe me fuqitë e reja, ose merren vesh dhe gjeni një rrugë, ose do të shkojmë larg qoftë në bërthamore taktike, e cila po bëhet e afërt çdo minutë e më shumë. Dhe këtë e tregoj, ky ishte mesazhi i Putinit. Mesazhi amerikan është që nuk do të kërcënojnë dhe nuk duan dhe nuk kanë vendosur ende të ulen në tryezë për të ndarë planetin. Amerika ka qenë e para e botës prej luftës së dytë botërore deri tani dhe nuk do ta lëshojë leadershipin.
A do të shkoj të hap luftë? A do të shkoj të bëj luftë? A do të shkoj të krijoj zona të një ullje të tensioneve përkohësisht sa të marrin oksigjen secila nga palët? Kini parasysh diçka shumë të rëndësishme. Cila do qoftë fundi i kësaj telenovele? Cili do qoftë fundi i kësaj telenovele? Ulën kinezët apo nuk ulën? Përplasja është e pashmangshme. Pse nuk këndojnë dot dy gjela në një kotec? Nëse merren vesh, do të merren vesh për 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet. Ne atëherë do të jemi më, dhe pastaj ata që na ngjojnë në këtu në emision na thonë, po vdiqëm ne, le të mbi bari, le të bëhet çfarë doj, se ne atëherë nuk shohim gjë. Jo, nuk funksionon kështu logjika, janë brezat më mbrapa, jeta do të vazhdojë mbi tokë derisa ka caktuar Molli Zot. Parë nga ky kundërshtrim dhe duke patur parasysh këtë panoramë, kthehemi urgjentisht në Tiranë. Edi Rama dhe Belinda Balluku janë në presionin më të jashtëzakonshëm që kanë patur ndonjëherë. Pse? Sepse Amerika i ka shpallur botës luftën e madhe të re. Arsyeja që po shkon në Venezuela dhe arsyeja që po bëhet gati për pushtimin e Venezuelës tani dhe të Maduros dhe të atij tjetrit Kolumbis që kanë bërë deklarata paqe, jo luftë, jo paqe, jo luftë, por jemi gati të përballemi me imperializmin amerikan. Amerikanët kanë thënë do t'ja thym kockat sepse kemi narkoterrorizmi. Narkoterrorizmi, thot, është kërcënimi më i madh i shëbave. Shqipëria është gjithashtu pjesë e hartës së narkoterrorizmit. Pse? Sepse është qendër operacionale e krimit organizuar e trafikut kokainës. Vjen kokaina nga Amerika Latine, nga këta satrapët atje, të cilët shesin pralla me komunizëm dhe me Fidel Castro dhe me Che Guevara, i shesin moral komunist planetit dhe helmojnë gjysmën e botës me politikat e tyre komuniste liberale për shkatërimin e planetit, mosnjohjen e të Madhit Zot, për shkatërimin e familjes me politikat e këtyre të degenerimit, degradimit familjes e me transgender e me gjithë këto. Këto liberalët e majtë, të cilët shesin mend se janë kundër imperializmit dhe kundër këtyre bargderve, këta janë një problem i madh i planetit, sepse shesin moral, por në thelb janë më imoralët e mundshëm. Narkoterrorizmi është problemi më i madh i botës. E ka ditë Amerika përpara, se ka ditë, kjo është histori tjetër. Narkoterrorizmi po kërcënon jo vetëm Amerikën Latine, që gënjehet nga këta satrapët komunistë, por është një problem madhor botëror, të cilin e investojnë këta. Unë kam njoh një kryetar partie komuniste, që ka qenë kryetari i partisë komuniste të Libanit, George Havi, është vrarë, është ekzekutuar në Liban nga një atentat. Kryetari i partisë komuniste tha, unë tha, jam i zhgënjyer, tha, nga komunizmi, tha, në fund të jetës tij para se ta vrisnin, nuk e mendoja, tha, që ishte një rrem kaq e madhe. Shkriva gjithë jetën time, e treta gjithë jetën time, e vrava gjithë jetën time, e shkatërrova gjithë jetën time. Ishte i krishter maronit i Libanit, kryetari i partisë komuniste atje, dhe thoshte, nuk ka zhgënjim më të madh se sa komunizmi, nuk ka një zhgënjim më të madh, nuk ka një rrem, nuk ka një mashtrim më të madh se sa ta kalosh gjithë jetën tënde në prallën e madhe komuniste, me këtë jetë botën ku të gjithë do të jenë të barabartë, gjithë do të hanë me luk floriri, siç na rretën ne këtu 50 vjet në Shqipëri dhe që i kanë nostalgjikët shumë, janë nostalgjikët e Putinit, nostalgjikët e Republikës Popullore Kineze, ata janë në drejtën e tyre për të jetuar, por ne e pam në gjakun tonë se çfarë ishte komunizmi. Problemi i Shqipërisë është më kompleks. Problemi i Shqipërisë është që këtu janë gjithë komunistë. Këtu edhe ata të Partisë Demokratike janë komunistët më të mëdhenj. Ky është kolapsi i Shqipërisë. Ndaj narkoterrorizmi që kontrollohet nga kreu i bandës së rilindjes, që është Edi Rama, dhe nga kreu i buldozeri i korrupsionit, që është Belinda Balluku, kërcënojnë tashmë që të mos shkojnë në SPAK, duan që të blejnë kohë. Çfarë duan të blejnë kohë? Kohën po e blejnë sepse duan që të kaloj furtuna e Amerikës, e cila i ka shpallur luftë narkoterrorizmit.
Narkoterrorizmi thot është kërcënimi më i madh për Amerikën. Ndaj thot do të shkoj të hyjë në Venezuela. Tani këta thonë që nuk po shkon për narkoterrorizmin sepse Amerika i di shumë mirë kush janë kartelet e drogës dhe CIA i di shumë mirë me gjithdehen. Bukur shumë. A është problem? Po është problem madhor. Helmi i bardhë që po shkrin dhe po tret vetë popujt e Amerikës Latine, por po tret edhe Amerikën. Ndaj Trump, bashkë me administratën amerikane të tanishme, ka thënë o shkatrojmë narkotrafikun, narkoterrorizmin, ose ne kemi humbë betejën, ka rënë Amerika. Narkoterrorizmi. Duke qenë që raporti i fundit amerikan dhe i Departamentit të Shtetit këtu për Shqipërinë e ka paraqit Shqipërinë lavatriçe parash të narkoterrorizmit, të karteleve të drogës dhe pastrim lavatriçe të parave të drogës dhe të kokainës, raporti i Departamentit të Shtetit, Rama e di shumë mirë që pas Maduros ose paralelisht me Maduron do t'i vi radha këtu në Tiranë. Por do të blej kohë. Cila është koha që do me blej? Që me spionët e Serbisë në Kosovë, këtu në Tiranë, dhe me spionët e Serbisë dhe që punojnë automatikisht për nevojat e Rusisë dhe interesat e saj gjeopolitike në rajon, ai do të blej kohë sa të mundet që ta shtyjë me shpresën që të bjerë Amerika, të bjerë Trumpi dhe të bjerë ky establishmenti botror dhe të bjerë dhe lufta për narkoterrorizmin. Narkoterrorizmi është problemi më i madh i Shqipërisë. Pse? Sepse ministrat emrohen nga narkoterrorizmi. Deputetët një pjesë e madhe financohen nga narkoterrorizmi. Kartelet e drogës vendosin dhe hipin njerëzit në vend parë listës, apo vend dytë listës, apo vend tretë listës. Narkoterrori do ta marrë goditjen befasuese. Dhe sulmi i Trump në Venezuela dhe në Kolumbi tashmë me mbërritjen e luftanieve atje do të jetë befasues dhe do të jetë shkatërues në qoftë se Trump do të shpëtojë atë që pretendon Amerikën me narkoterrorin. Sigurisht që narkoterrori nuk shkatron vetëm Amerikën, shkatron vetë Amerikën Latine, vetë popujt e tyre. Po këta komunistët janë imoral dhe janë të pabes dhe përveç këtyre fjalimeve të mëdha me revolucion, me palavra, me këso historish, këta janë mashtruesit më të mëdhenj në planet, sepse shkatrimi i parë bimbi popujt e tyre. Shkatrimi i parë nga narkotrafiku, nga prostitucioni, nga gjitha këto shkatrojnë popujt e tyre. Fillimisht para se të shkatruhet Amerika apo popujt e tjerë të botës të cilët po i vdes helmi i bardhë sot. Rama e ka të qartë që fushata amerikane e narkoterrorizmit do të thotë që do të vi edhe këtu vala. Pa asnjë diskutim. Le t'i kërcënoj sa të doj Spakun. Spaku mundet të shtrëngoj rripin e Belinda Ballukut. Belinda Balluku ka lidhje të forta këtu në Shqipëri me krimin e organizuar dhe di shumë mirë edhe FBI, edhe agjencitë e zbulimit, edhe agjencitë partnere europiane din shumë mirë lidhjet e saj, siç e di edhe Rama vetë. Ramën e kërcënojnë, Rama shkon kërcënon tani Spakun dhe i thot shtyni kohën. A do t'i thot Spaku amerikanëve jo, apo po unë këtë nuk e di, kjo varet se çfarë do bëjnë ata. Çështja është që Rama është i tronditur sepse narkoterrorizmi është agenda numër 1 tashmë e Amerikës. Problemi është i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, siç ju kam thënë, që këtu janë në pleks punët që janë gjithë bashkë me njëri tjetrin. Dhe kjo e bën shumë komplekse çështjen në Shqipëri. Kjo e bën shumë komplekse çështjen në Shqipëri dhe e bën shumë komplekse rrëzimin e narkoshtetit dhe të Maduros së Tiranës, kreut të sektit të rilindjes. Ai do të bëj presion për shtyrjen e kohës së arrestimit të Belinda Ballukut, ne do të ndjekim hap pas hapi si do të veprojë Spaku, dhe do të ndalet ai përballë këtyre kërcënimeve të Edi Ramës, i cili kërcënohet nga krimi i organizuar dhe nga kartelet e drogës dhe nga narkoterrori për të shtyrë arrestimin e Belinda Ballukut, që do të thotë për të shtyrë afatin e rënies së qeverisë së tij, afat të cilin duhet ta shtynte opozita e sotme, e cila nuk duhet të jetë duke tregu pralla në parlament, as duke u bë ai Gazbardhi si në vrik, as Berisha të bëj si në vrik. Populli duhet kishte rrethu kryeministrinë sot dhe duhet ishte i gjithi të mos shkojë më në shtëpi derisa të largohet
narkoterrori këtu në Tiranë. Por nuk janë sigurt që do t'i vi radha atyre, ndaj e mbajnë ritmin thjesht me përplasje të vogla në parlament, në mënyrë që të blejnë kohë edhe këta edhe ata, derisa të marrin vesh se cili është plani amerikanëve për Ballkanin, dhe a do të tërhiqen ata nga Ballkani apo do të vazhdojnë me ofensivën e tyre kundër interesave të Serbisë, të Rusisë apo të Kinës në rajon. Zhvillimet do të jenë të mëdha, do të jemi bashkërisht për t'i parë këtu, janë shumë të rëndësishme. Përpiquni të kuptoni sa më mirë këto detaje, sepse kjo do të ndryshojë jetën tuaj, duke ndryshuar mënyrën tuaj të të menduarit dhe të kuptuarit çështjeve. Kaq kisha për tani, zhvillimet e tjera ju e dini, si gjithmonë vijojnë në numrin e ardhshëm.